Përshëndetje të dashur miq, ritakohemi si zakonisht këtu me intervistat që sjell gjithnjë televizioni shqiptarëve të Amerikës, këtu me personazhe të ndryshëm. Sot do të kemi dy personazhe shumë interesant, të dy vinë nga larg, se të paktën vi gjeografike me Michiganin, njëri nga zotrin vjen nga Londra, nga Britania e Madhe dhe tjetri vjen nga Texas, i Gonzales, Texas. Kemi të ftuar sot zotin Gasper Legega, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Zotin Fran Pepkolaj. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Duke qenë se jemi në vijshmëri të 25 vjetorit të televizionit të shqiptarëve të Amerikës që ne edhe e festuam dje, ku ju ishit edhe të ftuar edhe ju falenderojmë për prezencën. Ta nisim direkt nga nata e mbrëmshme. Dy fjalë për televizionin, a keni qenë në kontakt në këto kohë? Çfarë ju bëri bashkë dje në mbrëmjen, edhe mund ta filloni kush të doj me radhë. Fillojmë me zotin Fran atëherë. E kem më të largë. Në fakt, unë kam pa dëgjuar për televizorin tuaj, por jo se kam ndjekur, por ardha ime këtu ishte fal Gasperit, sepse më tha që do shkojmë në një eveniment shumë të rëndësishëm, si një shok i Gasperit. Tani dhe shoki imi, u bë shoki përbashkët, Frani, kishte bërë një ftesë të Gasperit për të marrë pjesë në 25 vjetorin e lançimit të televizorit tuaj, dhe unë ju uroj suksese, dhe kështu që unë fluturova nga Londra në Texas, në Austin, dhe dje erdhëm në Detroit, nga Austini. Unë mendoj që ishte një eveniment shumë i bukur dhe jam shumë krenar që mora pjesë, një organizim spektakular dhe disa fjalime të pjesëmarrësve që mua më bën të ndjesha vërtet krenar se jam shqiptar edhe pse mora pjesë në këtë eveniment shumë të rëndësishëm të televizorit tuaj. Duke qenë se edhe nga kaq larg edhe organizimet që ndodhin larg Shqipërisë, besoj është kjo diaspora e vogël dhe e madhe në të njëjtën kohë. Ishte spektakular, më pëlqej jashtëmase. Më pëlqej sepse shiko, unë në shumë raste, kur kam pas mundësi që ta shpreh, edhe kam menduar me sinqeritet plot se emigrantët shqiptarë të Amerikës janë upper scale, po da morrim në drejtim me emigrantët të tjerë evropianë. Po Europa ka më afër, ne na bën pak, na shtohet malli edhe në distancë kilometrike. Po ju zoti Gasper? Mbrëmja ishte e mrekullueshme. Organizimi jashtëzakonisht breslans. Me ftesën e zotit Fran Gjogaj, që u bë mundur për ne të jemi pjesëmarrës edhe ishim privilegjuar për të marrë pjesë ndër njerëzit më të dashur që kishte komuniteti i Michiganit dhe Alp TV USA. Një zon shumë i fuqishëm për gjithë shqiptarët. Jo vetëm të Amerikës, por në mban botës. Kur e kanë filluar para 25 vitesh edhe sot, që arrin të transmetojnë jetën e migrantëve shqiptarë që jetojnë në Amerikë, edhe kur nuk e harruan në vendin e tyre. Kjo që t'ja u transmetojmë edhe brezave të ardhshëm, edhe Alp TV USA ka bërë këtë dhe me shumë sakrifica. Kanë arritë ta mbajnë gjallë një televizion shqiptar në Michigan, edhe mbar Amerikës, fal punës së përkushtuar nga zoti Ganiveliu edhe nga ju stafi që bëni punë të mrekullueshme. Ne për të ardhur deri këtu kemi vujt shumë historikisht. Por shqiptarët e bën vendin e tyre me shpejtësinë e erës. Edhe ishte krenari mram kur i dëgjoje gjithë me lloj historinash që kanë arritë sukses në Amerikë dhe kanë arritë të suportojnë dhe televizionin për ta mbajtur gjallë frymën e shqiptarëve kudo që janë në Amerikë. Duhet pranuar që në fakt janë një ndër racat më të suksesshme ne shqiptarët në të gjithë botën, jo vetëm në Amerikë. E thash, pra e bëm vendin me shpejtësinë e erës na. E vërtet. Dhe meqense vini nga dy shtete të ndryshme, si është marrëdhënia me komunitetin shqiptar përkatësisht në Angli edhe në Texas? Në Texas janë shumë të organizuar. Unë për 2 vite kam qenë vetë zëvendës president komunitetit shqiptar në Dallas, me qendër në Dallas, edhe kanë ndihmuar shumë që nga lufta e Kosovës,
pavarësisht se kanë bajë familjet ekonomikisht gjithë, por me luftën e Kosovës kanë treguar që shqiptarët e duan atë dheun, e duan lirinë. Të gjitha fondet që kanë pas, unë i kam pa vetë, në sytë e mi nuk mund të tregoj e kush ndryshe, se sa para kanë dhënë shqiptarët për luftën e Kosovë, për të arritë liria ku janë sot. S'duhet harrojmë kurrë nga kemi ardhur. Po e harruam veten se nga kemi ardhur, ne duhet të transmetojmë edhe fëmijëve tanë. Ndër breza. Edhe kjo është vjen te TV USA, që t'ja u tregojmë brezave se si kemi ardhur, ku kemi arritur dhe ku do shkojmë. Pra ishte mbreslëndse darka, që nga fillimi ishte spektakolare, me organizimin e zotit Frans Gjokaj, me organizimin e stafit tuaj, ishte njerëz nga më të suksesshëm në Amerikë ishin aty. Ne jemi krenar që ishim privilegjuar për të qenë në darkë. Dhe përsa përket Anglisë, si është raporti i organizimeve? Se dëgjojmë shpesh që bën mbrëmje festive, po ndonjëherë devijojmë edhe çfarë do lloj mbledhje me shqiptarët e çojmë drejt festës dhe vetëm aq, po disa herë janë të nevojshme edhe diskutimet dhe njohjet me njëri tjetrin ose connection, siç e themi këtu në Amerikë. Ndodh atje në Angli? Po, pyetja jote është shumë e drejtë në këtë aspekt, për shembull se shqiptarët në Britaninë e Madhe, një pjesë dërmuese që kanë ardhur me kohë janë ingranuar në sistemin jetësor të Britanisë së Madhe, por ka dhe nga ata që nuk janë ingranuar dhe kanë ngel out për një arsye apo një tjetër. Për sa i përket organizimeve dhe festave, ne të Britanisë së Madhe shquhemi për festën e flamurit, që jemi aq shumë patriot në atë ditë flamuri dhe për ironi të fatit të nesërmen ne harrojmë fare se kush ishim në atë fest flamuri. Edhe më falë edhe kur luan kombëtarja, apo jo? Se Absolut, gjithmonë makina. Kur luan kombëtarja. Qa më bëri mua më bëri shumë përshtypje, biles dua ta theksoj sepse unë pash që në këtë organizimin që bëri Alp TV USA, një organizim super fantastik, edhe nuk e pash një fenomen që unë e shikoj në UK, në Londër, të paktën aty ku jetoj për 28 vite. Erdhën këta që jam i bindur që janë multimilionera, janë njerëz që kanë punu fort për të ardhmen e tyre dhe janë vërtet bullers, i thëmi në një gjuhë street language. Slang, po. Dhe nuk pash njëri që të vinte aty dhe të reklamonte makinën ose të reklamonte të gjironte gomat apo të bënte zhurmë me një Ferrari, Lamborghini apo kështu. Jam i sigurt që këta kanë mundësi me ble dhe 4 për një heri. Po, mendoj që këtu ka një ndasi që zakonisht janë të rinjt, ata nën 30 vjeç që bëjnë këto performancat. Absolutisht nuk pret në... Doja shumë të ishte ashtu. So, në Angli ndodh dhe kundërta, pra ndodh dhe njerëz të një moshe? Ne e kemi our muscle në Angli, është kush e ka makinën me skarpamenta më të mëdhaja. Sepse, siç mund ta dish, në Britaninë të Madhe karburanti është shumë i shtrejtë. Mund të bëje ke $7 to $8 të gallon. Pra ju i keni makinat 6.7, 7 whatever big, edhe ne kemi motorin më të madh që kemi mundësi, unë personalisht që ka mundësi ta pranoj 3 litër motor edhe, a kupton. Pra nuk po është një si mund t'ja themi, një show off të wealthy, të pasurisë që këta njerëz kanë, ne duhet të tregojmë me makina. Patriotizmin ne e kemi si punë bombë atomike, domethënë e shpërthejmë atë ditë kur kemi festën e flamurit edhe e shpërthejmë atë ditë kur lund kombëtarja.